Natyrisht konsumatori ka drejtë me qenë naivi më i madh në botë. Unë mund të me qenë naive, unë mund të mos me ditë, as me lexu mesazhin që më ka ardhur pi bankës që më kanë tërheq parat pi marketit. Ama marketi si market nuk guxon me bën që ta. Ai duhet me punësu njerëz që dinë, edhe me përdor kartelën aty, edhe me të ndihmu, edhe me të mbështet, edhe me u kry pakesa në formë të rregullt. Po prapë se prapë këto janë dame që e prekin xhepin, po nuk e prekin shëndetin. Na kemi edhe probleme shumë dhaja me marketet tona. Diçka që drejt për drejt mundet prej marketit me të përcjell për infektiv, për çukurkë. Ndodh shpesh me pas produkte me afat skadum për 1-2 muaj ndoshta edhe është në raftin e marketit. Edhe pse e praktikojnë, kam dëgju që e praktikojnë disa markete që javnalin në pagë punëtorëve, nëse nuk i njoftojnë për produktet që në raft edhe që kanë skadu, po megjithatë marketi është dashur me e mbajt përgjegjësinë. E kum pas një short se pa ta xhiru, pa ta bler maz, 1+1 gratis, edhe kur ke shku në shtëpi me orë nuk ju ka hek shtëpisë era, domethënë çast prishun atë dyat. Tash kjo 1+1 gratis ka shumë mundësi me u bë me tendencë. E kanë pa që pikthejnë 2-3 konsumatorë, ose nështë e kanë hapë edhe vetë, edhe ta provojnë fatin. Tash ka shumë njerëz që për 6 euro pritën me u kthy prapë market, ose ka të pamundur me u kthy prapë market. E në raste si kjo, prapë do të me shku gjitha këto procedura, apo ka na i denim, dyqysh nuk e di pse, po kom shef më denu pak si ma